Në Lezhë po bëhen gati për sezonin e ri turistik. Autoritetet po marrin të gjitha masat që të ofrohen kushte të përshtatshme për vizitorët. Ky është një aksion pastrimi i ndërmarrë në Shëngjin. Pjesë e tij u bën jo vetëm përfaqësues të institucioneve, por edhe vullnetar. Ka edhe qytetarë vullnetar që janë bashkuar, banorë të Shëngjinit për cilët kam vlerësimet maksimale dhe gjej rastin t'i falenderoj. Njëkohësisht ka edhe bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Rajonale të Drejtetit, me administratën e zonave të mbrojtura, por me gjitha institucionet. Aksioni do të shtrihet në të gjithë vijën bregdetare të Lezhës, ndërsa synohet ofrimi mjediseve të pastra për turistët. Ky është një aksion ndërgjegjësues në prag të fillimit të sezonit turistik, si në kuadër të gjitha parapërgatitive që organizojnë institucionet dhe Bashkia Lezhë për të garantuar një ambient të pastër dhe mjedis të përshtatshëm. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që ta mbajnë ambientin e pastër dhe të hedhin mbeturinat në vendet e vendosura nga bashkia.